Më 26 dhe 27 qershor 1973, Komiteti Qendror i Partisë së Punës së Shqipërisë mbajti plenumin e 4, i cili njihet gjërësisht si gjyqin ndaj artistëve liberal. Qëllimi i këtij plenumi ishte arsyetimi i ndëshkimeve të ndërmarra ndaj grupit të organizatorëve të edicionit muzikor më të komentuar në Shqipëri, Festivalit të 11 të këngës. Në dhjetor 1972, për 3 mbrëmje radhazi, publiku shqiptar përjetoi ethe të një ere të re muzikore. Për herë të parë, u luajtën këngë të gëzimit të përditshëm, për dashurinë dhe për ndryshimet sociale, duke dalë përtej kornizës socialiste uniformizuese. Por në Shqipërinë komuniste, muzika, sikurse çdo gjeni tjetër e artit, i binte një kuadri ideologjik strikt. Lavdi partisë, punës, fshatit dhe atdheut. Veshje dhe shfaqje të huaja, imitime dekadente, shfaqje disidente, ishin vetëm disa prej frazave denoncuese që arsyetuan ndërmarrjen e ndëshkimeve për organizatorët dhe pjesëmarrësit. Drejtori i festivalit, Mihalu Arasi, u dënua me 8 vite burg. Gruaja e tij, Edi, një aktore e njohur e kohës, që në objektiv të kritikave, bashkëprezantuesi i saj, Bujar Kapixhiu, u dërgua në një kamp pune të detyruar. Todi Lubonja, drejtori i RTS-s, u burgos.